Ilir, këtu do të na lëm, se kjo është pyetje. Këtë e ndan ti herë tjetër. Unë po të them s'po të fus ty, po fus veten. Jo, jam dakord, po duhet ka situata në kontekstin e kohës. Në atë kohë kushdo që dilte, unë kam thënë edhe Gzim Kulufi dilte në krye të turmave do ta përkrajshin, se ishte një moment. Po se çfarë bë mrapa, ti e di më mirë. Unë e di dhe ti e di më mirë se si u bëi pluralizëm, se si u ndërtua ajo parti, se kush ishte në atë parti, dhe rezultati është, më fal Ilir, se është rëndësishme, dhe rezultati është ky, ja ku jemi sot. Ja ku jemi sot. Adash, ishim në 90-ën, ishim në një kohë të vështirë, s'kishim bukë për të ngrënë, po kishim shumë intelektual që kishin shumë mendime dhe morën reforma shumë të rëndësishme. Si Majtas dhe Djathës. Sot fushata bëhet me Unikatilin, me bufin, me atë stresin dhe atë tjetrin që merr Rama me vetë kundër stresit, sot s'ka thelb fushata. Jam dakord me përgjitha, jam dakord. Po është pikërisht se ka fillu keq godina mërti Ilir. Po, jam shumë dakord. Godina e demokracisë filloi keq. Shumë dakord. Që unë i them demokraci. Kështu që filloi keq dhe fillimit e ditë, po ndërtesë, po ti bën plintet e forta. Kemi folur bashkë që para se të fillonte fushata zyrtarisht, po edhe më përpara, dhe unë kam thënë që këto zgjedhje kanë mbaruar. Jam plotësisht. Këto zgjedhje shkojnë edhe një herë Majtas. Për të gjitha ato arsyet që të përmenda, po edhe për faktin. Ky është lajmi. Këto zgjedhje kanë mbaruar. Po edhe për faktin që në këto zgjedhje, për shkak të këtij sistemi zgjedhor, ata faktorë të djathtë, të cilët nuk u vunë në vagonin, le themi në trenin e Berishës, pra nuk shkuan vagon në trenin e Berishës, ata kanë dalë secilin vetë dhe ata secili do heqin nga e djatha. Por kush është paradoksi? Pra, ti po çosh faktorët që kanë ikën Partia Demokratike. Pra, Dasheja Nkelet Alibe heqin vot Berishës në Tiranë, ku i duhet më shumë, dhe në Fier, ku i duhet më shumë. Sheja i heq vot Berishës në Tiranë, ku i duhet më shumë, dhe në Vlorë, ku i duhet më shumë, pra atje ku PD-ja është më dobët. Pra, që është vot e qartë që ja heq, kupton, pastaj se sa atje. Partia e Reja Drejti Klapajt i heq vot, pra votën gri që mund ta merrte opozita, edhe ajo ja heq në shumicën e vet në jug, në qendër, në Berat, në qarkun e Vlorës, pa nga ato që duken nga sondazhet, se nuk është se unë jam marrë me fushatën për të. Dhe vetëm Qori heq pak vota nga e Majta, dhe Tom Doshi është duke bërë një fushat të mirë, të fortë. Besoj që do ta dëmtoj pak Partinë Socialiste, por mund ta dëmtoj në Tiranë edhe në Veri, ku ashtu kështu nga Veriu vjen vetëm 1/3 e parlamentit. Pra çfarë do lloj rezultati të ketë Partia Socialiste në Veri, edhe sikur të humbin Shkodër, se tropoj, besoj që po. Po edhe në Dibër, edhe në Lezhë, pra do shkoj -1, -1, -1, -1, -4 vjen, mund të vi maksimumi nga Veriu. Dhe gjithë pjesa tjetër është plus. Sepse është harta zgjedhore që imponon këtë gjë. Nëse ne do kishim një sistem zgjedhor si ai i Kosovës, me proporcional kombëtar, edhe me lista të hapura, qoftë edhe me një prag 5%, do flisnim ndryshe. Pra, mjafton që këta faktor politik që heqin të djathës dhe këta ja heqin në jug fatkeqësisht, ku atje diferenca shtohet, sepse sistemi zgjedhor është i çuditshëm shumë, është unik. Ne kemi 6 qarqe tek dhe 6 qarqe çift. Partitë e vogla, ato vota që marrin, është provuar me LSI-n 2021, e cila morin 110.000 vota dhe pavarësisht se duhet kishte 11-12 deputet, prodhoi vetëm 4 deputet. Pra ato vota që marrin, këta në qarqet në përqarqe partitë e vogla, këta nuk prodhojnë deputet, dhe kësaj radhe rreziku është që të digjen rreth 200.000 vota. Kupton? Sepse për të prodhuar një deputet të duhen 11, 12, 13.000 vota varet nga qarku dhe nga numri i votuesve. Dhe ai mandati i fundit mund të ndodhë siç ndodhi në Korçë zgjedhjet e fundit kur LSI ishte shumë afër mandatit, ishte gati 10.000 vota, duheshin pak qindra vota për të prodhuar mandatin. Në mandatin e fundit e mori partia e parë që ishte Partia Socialiste, e cila e mori me gjysmën e këtyre votave, sepse ky është sistemi zgjedhor. Duke qenë që ne kemi 6 qarqe çift dhe 6 qarqe tek, është e qartë që në këto qarqe të jugut, partia e parë është ajo që është e avantazhuar, dhe partia e parë në jug është Partia Socialiste. Dhe është
do më thënë, pyetja, sa mbi 70 do marrë Rama? Dhe parashikoni? Dhe çfarë force? Këtë s'mund ta them sepse ne do shohim zgjedhjet deri ditën e fundit dhe unë do shoh edhe të numrat që vijnë nga diaspora.